Pas ndryshimit të mbështetit lokal në komunën e Kreshovës, ku pas zgjedhjeve të fundit lokale në krye të komunës erdhi Aleksandar Jovanovski, i cili fitoi edhe një numër të konsiderueshëm votash nga elektorati shqiptar, në institucionet që funksionojnë në kompetencën e komunës ka ndodhur ndryshime të shumta kadrovike. Përjashtim bëjnë vetëm shkollat ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, ndërsa në pothuajse në të gjitha institucionet e tjera komunale, drejtuesit shqiptar janë zëvendësuar me kuadro maqedonase. Kjo ka ndodhur në ndërmarrjen publike komunale, si dhe në ndërmarrjen e sapo themeluar Kresshova Projekt, ku së fundmi për udhëheqëse u emërua Miljana Gjorgjieska Dimitrieska. Ndërkohë, ndryshime kanë ndodhur edhe në administratën komunale. Pozita e sekretarit të komunës së Kreshovës tashmë i është besuar Aleksandr Mickoskit, duke bërë që edhe kjo pozitë e rëndësishme të drejtohet nga një kuadër maqedonas. Ndërsa në periudhën kur komuna drejtohej nga kryetar shqiptar, në postin e sekretarit të komunës ishte kuadër maqedonas. Këto zhvillime kanë nxitur pakënaqësitë e një pjesë e qytetarëve shqiptar, duke pasur parasysh se sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët përbëjnë komunitetin më të madh në komunën e Kreshovës në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Arsyetimi që jepet për këto emrime lidhet me profesionalizmin, kompetencën dhe meritokracinë. Megjithatë, për shumë qytetarë mbetet e paqartë se si një komunë ku shqiptarët janë shumicë, pothuajse të gjitha pozitat kryesore drejtuese po udhëhiqen nga Maqedonas, sikur shqiptarët të mos kenë kuadro me përgatitje profesionale dhe aftësi të mjaftueshme për të drejtuar institucionet publike, edhe pse në udhëheqjen e shqiptarëve institucionet kanë pasur zhvillim dhe sukses në menaxhim dhe me rezultate të prekshme për të gjithë qytetarët e komunës së Kreshovës.